Na shqiptarët prej natyrës jemi eksploziv kështu. Kur arrim sukses, krejt sukses. Kur dikush moment negativ, krejt edhe moment negativ. Po shqyr sportistat kanë qëllu me një nivel tjetër edhe nuk është që i këshyrin fër këto sane ka qyshe tek edhe në fund ja dalin një arrin qëllimit. Një për tyne është Prishtina 0-1, e cila pësoj nga Sportingu 19-1, një ekip super i vështirë, super kompetitiv, kulmi i futsallit në Evropë, në shtadën botë. Prishtina 0-1 ndeshin e fundit udhtoi në Kroaci dhe u ballafaqua me Novo Vreme, një skuadër po ashtu e fortë dhe në fund arritin minutën e fundit që ta siguroi kualifikimin në mesin e 16 ekipeve më të mira në Ligën e Kampionëve. Sonte me neve për diskutuar për këtë temë janë Oso Gjinovci në krahun tim të maj, drejtori sportiv, mirë se vjen, faleminderit shumë që je prezant me neve. Faleminderit për thirrjen. Edhe Bajram Ramadani në anën tjetër portieri i skuadrës, faleminderit shumë që je prapë me neve. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjatëm. Me ngullafet e njerëzve, domethënë do të më nalin fillim, a? Do të më lejon këtë futsal. A? Me ndërprej këtë. Kualifikimi Bajram në mesin e 16 ekipeve më të mira në Champions League, elitën e futsallit. Çka do thot në aspektin personal dhe ekipor për ty? Personalisht për mua do të thot diçka historike dhe që besoj që çdo lojtar që luan futsal dhe ka ëndër, siç na ka ndodhur edhe kualifikime të tjera që ekipet kundërshtare që i kena rrëzu, kanë thonë shijone në maksimum, na e kena ëndër që sa vite luajmë futsal, nuk na ka dhënë mundësi asnjëherë me shku në 16 më të mirat, kështu që ju lut na shijone edhe kënaqni. Domethënë diçka është shumë e madhe. Ndeshje fantastike është, le të themi, nëse bot me skript, kish me dal filma që ka ndodhur në Makarska ndaj ekipit Novo Vreme, 6-6 ka qenë rezultati në minutën e fundit. Po më një minutë para se me përfundu loja, Dani Ala në fund arrin me shënu golin e 7 që ishte edhe i kualifikimit. Tregomi pak pra paskenat. Prej fillimit, para se me udhëtu, Prishtina 0-1 u përgatit për lojën e dytë, për Novo Vreme. Edhe pse tu e di që është ekip milionsh edhe kampion i Kroacisë. Deshja po na dha pak të poshtë për shkak të llofet njerëzve komenteve negative që i bënën në portale dhe në televizione, tu mos e ditë se me kënë kena të bëjmë. Unë ju kom tregu pi fillimit, kena pas lojën e parë me Sportingin. Sportingi është klubi më i mirë në botë, një klub që pretendon mu bë kampion prap, po folëm për klub tjetër nivel. I cili edhe ka fituar Ligën e Kampionëve, apo shtonë. Si me kon veç në parket me ta. Rezultatet nuk ndryshojnë kurrë, për neve nuk u kon diçka wow, po për tjerë në anomet një u konë shumë e madhe. Për atë pjesën që se kanë di që është futsalli është fjalla. Te loja dytë, lojtarët motivum edhe pse është shtirë kur të henti me një humbje në anomet një, me lujt lojën e dytë, këtu e ditë plus komentet negative, po ekipa jonë janë të pregadit edhe kanë ditë për shka i nashkuna në Kroaci, përkatësisht në Makarska. Fillu me 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 6-4 për neve. 6-5, 6-6, edhe një minut loj, nuk u dërzun dhe në fund, pasun malosh shërimit e Ramadan Olaj, jepin gull, s'ko lidhe kushe ka jep gull, edhe fundi u korërzun, në me thonë, është një për emocione më të mira që e kom përjetu me shqetësie, Malushi. Me shfar shqetësie, ngreni lojtore, e liron Olën, njërë profesionale, një lojtor që është pitë porve në futsal, cilën e përshëndes shumë ato dhe krejt ekipën. Meritoj njerëz zakonisht shumë respekt, se është e vështirë. Na trego pak Novo Vreme, se nuk e njohin njerëzit as Novo Vreme. Çfarë përbërje ka ekipi dhe sa është i vështirë mu ballafaqu me nivelin e tyne? Me ta thjeshtësu ma letë është ekip milionsh. Shumica lojtarëve janë që kanë luajtur në për Kajrata, në për ekipet nivelit botror. Domethënë Prishtina 0-1 me këtë lojtar bio, po ta përsëritja apet njëjtit si të vitit kalum, kena arrit me rrëzu Novo Vremen që këtë kroat mediat kanë shkru pa unol, domethënë është e pamundur që shka ndodhë. Po, na jena Prishtina 0-1 dhe letë e din krejt. Prishtina 0-1 realisht bartë në vete edhe përfacimin e shtetit. Kur arrit një sukses e tillë, krejt me produkt vendor, me krejt futbollist vendor, a e bën edhe më madhe shtore këtë arritje? Se na e dim, Sportingu merr futbollista po më nejtë futsallit nga gjithë bota, njëjtë nuk ka lëshon rrugën as Makarska në njëjtën formë, krejt ekipet. Po me shku me një ekip komplet vendor dhe me arritu ku jeni ju, a shton vlerën e këtij kualifikimi? Natyrisht që shton se kena pas edhe përkraje pi trajnera botror si Mitse Marti që disa të tjerë që non-stop na kanë përkrahë që janë çudit që kena vetëm ekip lejtarë vendor edhe i na ngrit kaq shumë vitet fundit.
Do më thonë me 2-3 nivele që janë më të larta se na jena në gjendje më ballafaqu me ta pa problem. Tash po du me të pyet në një aspekt tjetër. Minuta e fundit ekipi udhëheq 1-0 e kom përcjell ndeshën, e kom pa që kanë pas raste edhe ekipi tjetër me barazimin neve na kish eliminu. Sa janë të vështira ose sa është i vështirë çaj minutë i fundit të ndeshjes, sa është presioni i lartë. Sidomos E të mërshme, sidomos unë domethënë as nuk isha në qiell as në tokë. Edhe presioni i madh dhe pasimin e fundit domethënë kish edhe 1/200 sekonda. Pasimi i fundit domethënë portieri çaq i më kanë emocionalisht ke trupi i këpot, nuk mujt as me perceptu, për shembull, se aty është ofër zonës ku mujt me dal pa probleme kop, mos me rreziku. Por nuk mujta me perceptu tope mirë, kom në vit gollet, edhe veç u loqa inshallah si e ka. Bon gongi na foka e mbrojtëm edhe nuk desh me as ka me shku tani pikëzimi, çaq festë e madhe dhe e kena përjetu maksimalisht. Një për elementeve shumë të rëndësishme është edhe portieri, edhe në këtë ndeshje ke pas disa pritje prej lojës që kanë përcjell, disa pritje të jashtëzakonshme në këtë sfidë. Sa është vështirë me qenë portier futsal, janë goditjet e forta, është afërsia, ka shumë teknik, edhe pse goli duket i vogël. I vogël, po është puna që ndoshta në minutë të vjen 7-8 herë në rast që do më thonë ti mund me bo pritje. Për 1 minutë do të mund me prit 7-8 raste. Do më thonë futbolli i vogël për nga rrezikshmëria te portieri është me futbollin e madh, ndoshta më thon pa problem 80% më rrezik në futboll të vogël se në futboll të madh. Do më thonë portieri gjysa e ekipës. Po e vërtet. Do më thonë me Novovremjen 6-7 të përfundu loja, po u konë statistikat 47 me 36 ata shqibje shuta tentime në gol. Tentime në port. Do më thonë para mene 40 minuta 47 tentime i kam pas. Shumë, prekshëm. Me të bombardua. Nëse a guxojna për shembull në aspektin ekonomik me bo krahasim mes tyne ekipeve që jemi ballafaqur? Po patjetër. Jena të folë për ekipe milionsh edhe ekipa jonë se alo nuk po kena ndim qysh po menojna që do të me pas. Një 16 më të mirë në botë jena të prit diçka më shumë për çta djem, për çta krenarinë e Kosovës që 16 ekipet më të mira në botë s'po di sa herë do të me përsërit ose kush do të me fol për këtë farë fenomeni Prishtina 0-1. Çka do të me bëu më shumë. Por nëse shkojnë atutje e kalojnë edhe Litran, shkojnë në 1-8. Masane çka? Jo, Masane janë nisë lavdotat. Tani lavdotat, po domethënë këtu te na po ndodh dhe kundërta. Një humbje, po ta shet 4-5 vjet poshtë punës që i ka bëu Prishtina 0-1. Edhe ç'kjo është po më me bë krahasim se po dihet çfarë buxheti ka Prishtina 0-1, edhe çfarë buxhete kanë ato ekipe tjera. Domethënë janë të pakrahasuar. Nuk krahasohen hiç as bëhet. Këshira ashtu nga ona financa. O do të milion? Jo, vetëm për grupin preliminare jena. Vesh në preliminari, as për main round s'po folëm. Nëse jo jemi në main Litran round që kena shkuar, po pretendojnë me shku nëse jena main round 1-8. 10 fesh më shumë janë më larg se na janë për nga ona e financa. Domethënë vitet e fundit Makarska është jashtëzakonisht larg ekipeve të Kroacisë nga ona e financave. Nga ekipet e Kroacisë po folme, jo të Kosovës. Kosovës e na ndoshta 50 fesh më adoptina. Financiarisht, çush ja delni, a ju mbështet qeveria, ju mbështet komuna, a për juve Qysh ja s'jateni komunë janë bllokum fondet edhe këto. Po, s'kan mujt me marrë edhe shumë sporte. Nuk kanë ndodhur te ministria, s'kan ndodhur alo kur gjë. Jetojnë prej bizneseve të cilat na ndihmojnë. Sponsorat s'dia ku zëmi përmend ti këtu në emision, po mos mi posh ata. Bledia Mbryma, presidenti, do të me forcat veta, i cili është një njeri jashtëzakonshëm që ja ka bëu çaj për futbollin, e është të bukove të fundit ja nuk e di kush. Sa është shumë vështirë me marrë një klub, nëse ne vetë jena në klub, secili ka paga, janë paga të mëdha për shkak që duhet se edhe e meritojnë. E meritojnë alo më shumë, po kushtet janë çto. Pra, për bizneseve edhe po presim alo për kroje. Nuk di çfarë do të më bëu më shumë për minimum Prishtinë 0-1. Marrë edhe të kufë Drenica për marrë shembull, vitin tjetër, një ekip tjetër, suksese dhe na kena mi për kroa, kena mu mënu minimum. Bile ata djemë të Drenicës ata djemë të Drenicës, po i falenderoj. I shënor ju për kroa atje, halal i koft. Falemderit për tyne dhe për secillit që kanë qenë prezent aty.
Po edhe për këtyne ato që kanë bërë shkrime të mira, okay, edhe kritikat janë të pranueshme. Po absolutisht. Po jo me të qit poshtë krejt, se kur u kualifikum ke shpej aty nefshi, alo folshin për humbje, nuk e deshin që na kualifiku. Domethënë Se nuk ju ka spjegu. Na bëde nuk e kanë ditë për këtë par historia. Mirë, financa, ju mbështet financiarisht jo, po a ju kanë thirrë paktën dikush për udhëhecëve ose më dërgoj mesazh ose më bë postim për juve që ka keni arrit. Mesën e 16 më të mirave në Evropë. Po pres me na thirr kryeministri, po pres me na thirr presidentja, presëm thirrë për kryetarit komunës, për ministrisë sportit. Asnjëri s'ka livrit deri tash. Asnjë thirrje, asnjë kurrë. E vetmja kur po vjen për vota po vin krejt. Po na takojnë në këtë dhe derën çele kanë të na gjithë. Shumë lehtë është me komuniku me zyrtarët e Prishtinës 01. E kanë derën çel. Presëm dimën e tyne, presëm thirrjen, presëm për kraje. Postim bre? Një postim për parem Roma ka po një postim. Veç për parem Roma? Më kujtohet që e ka bu, për tjerët nuk e di. Besoj që e meritojnë. A është mungesa e komunikimit? A është mungesa që këta njerëz në që pozitat pushtetit nuk e kanë rrethin? Pe dim çush është të ndodh shtash për kryetarët komunat Prishtinës, te qeveria ka probleme sen edhe po mdo këtë si janë marrë, po besoj që unë se marrë për këto me kësi arsyetim. Edhe unë nuk po du mi arsyetu. Sot merr kuni postim. Arsyetimi për me bu pak më mirë se apet janë njerëz tonë, njerëz që i dojmë na prej presidentës, kryeministit të rënë të poshtë, kejt bashkë në një familje, një shtëpi. Pak të ne meritojnë ideja është që nuk shkon të shumë shpesh në këtë fazë. Nëse klubi tjetër, nimoj edhe klubi tjetër. Absolutisht. Porosia Prishtina 01. Absolutisht. Kush është le e meriton minimum me përkrahje me çudena. Ideja është faza ku jemi. Sakt. Nuk shkohet shpesh në ekipe kosovare në 16 mesin e 16 ekipeve më të mira në Champions. Vërtet. Është pak edhe demotivuese dorën zemrën nëse nuk vlerësohesh. Po shumë demotivuese. Natyrisht është shumë problem, po prap na jena si familje dhe si vllazni, edhe non stop e kena gjetë mbështetjen të njëri tjetri. Kisha më thonë ndoshta edhe çto fjalë të liga nga njerëz që s'na dojnë të mirën na kanë ngrit çtu që jena. E gjenë si motivim. Normal që edhe sidomos sa herë, domethënë Zoti diçka kur bën gjithmonë e bën për një qëllim të mirë. Vetëm mi po njerëz çka janë gjendje me bë kur të shohin duke dështuar. Na e mu punu drejt, gjithçka drejt, përfundimin e ko drejt, punët e mira kanë përfundimin e mirë. Edhe na besojna që kena me pos përfundimin e mirë. Unë e krejt e kom hallin me këse për shembull edhe në sportet tjera, kur garohet në kësi faza, kur shkot në fazën, për shembull, ligën e konferencës, fazën e ligës. Ekipet që përfaqësojnë Kosovën kanë për brenda tyre futbollist huj. Nuk janë 100% vendor. E me shku me 100% vendor, me arrit mesin e 16 me kaq buxhet pak, në mesin e mega ekipeve që kanë buxhet milionsh, nuk është pak, është shumë e vështirë, nuk ndodh shpesh. Edhe shkrenarisë është komplet produkt vendor. Sakt. Po të këshirëm. Po shpresoj që takon aty në tash më marr. Po sakt. Po shpresoj që reflektojnë edhe e kapin me kolajmin edhe çka u bë. Ajvari vëlla shpjegom Ajvarin, ka ideja me marr Ajvar me veti. Ajo u kon një pjesë ironike me cinizëm. Po menoj na jem klub profesional, po kjo u bë hiperbolizu pak kjo pjesa e Ajvarit. Po ne kom bë këto pak me cinizëm. Me të kallëzu drejt se qëta që ishtë janë nesën me shkru me ovë, do shta mi u kallëzu që ata milion shena me qëta i varë. Dhe shkojna për para. Shkojna për para, i në nalt milion shtë dhe më dhonë nuk lunë gjithmonë porja që lunë zemra dhe shpirti, familja, vlazni loku që është dhe Bajrami. Tash jemi në fazën kur hidhet shorti, me sa kuptova shorti ke nesër apo? Nesër në orën 2, hidhet shorti një në Zvicrës. Kush janë kundërshtarët potencial? Që po t'i kallëzemi njerë, është Kajrati, i Kazakistan. Super ekip. Sportingi, prap. Super ekip. Kartagena. Këto super ekip. Është kampioni i Spanjës. Okej. Është e Francës, që shevatem në Baram. Etiol, okej. Riga e Latvis, është Glivishki klub sport e Polonis, edhe Benfica. Jena të full për Kosovë, Amerika, po kuptan. Po. Qashtu për ma një farloj krasimi. Po, apet, shpresat si kena hup, njej që ka ndodhë të, mënët me ndodhë apet. Po qëtash, e me na vim për kroje. Është faza... Po do të mi mendu që me tronë Kazakistan me lujt... Që ta do shta me të pyt? Ka me shenë shumë e vështirë, sepse janë... Zëtë e denë so kushtën një bilet për një lojtar. Nuk i mbulon as UEFA, as kërkush financiarisht klubin, veç për udhëtim jam të full. E lemos që kena me nejt do dit aty
Dytë pa Ushqimi, thjetja, një kafe, një pije, një diçka s'mon është e menajt veç pëshel, okej, është disciplina pjesë që mrena hotelit i ki krejt. Po një moment që del një diçka se cilëtor do të me pos, ka pak buxhet. Se na nuk mujna me shku dikush me pos, dikush mos me pos. Te na ja kena krejt, ja s'kem asnjë. Pra me përmena Ro Kajrati na vendos shumë vështërsia. Shumë vështirësi të mëdha ka me pos. Shkaku i shpenzimeve të mëdha. Patjetër. Kush kesh me qenë prej këtyne Bajram kundërshtari ideal, po mënej, nëse na punon fati. Unë e Bajrami menoj na njëjtë çto, që le të Njëti mendim që të tregon edhe Osa. dy ekipet i kena, Poloninë dhe Latvis, shto Rigan. Rigën edhe tjetrën Ka po. shumë Bajrami u kon ma informum, peden që ka probleme pak Riga me disa lojtare, sene gjë që është një plus i madh për neve. Vajtja orë dhe jo sistemi, 3 det atje, 3 det të, një det ka me konë loja. Qatë det kur është në Prishtinë, besoj që masivikesh do të me thonë se blokua afet. Me konë kallabllak në pallatin e Rizë dhe Sporte me pos për kroje për 0-nishat edhe Gjëna është në znar, besëm. është Gjëna. rasive që mi po 0-nishat se për kundërshtor s'po ful. Absolutisht. Unë gjithmonë është kënaqësi me bashkëbisedu me juve dëve, pasi kemi shumë çka me diskutu. Ju uroj shumë fat, faleminderit dëve që ishit sonte me neve dhe ju uroj shumë fat tash. Po uroj që qëllon paktën me pas falë një herë drejtë të hajë. Inshallah kena fat. Apo din. Paktën çdo dyja që i keni menduar inshallah njëna bjen. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë, për teje që gjithmonë na ke mbështetur dhe na ke përkrahur në çdo lloj forme, kështu që respekt për ty shumë. Faleminderit shumë. Mu çka mas shumë të më gëzon fakti është kur isha rrethin e sportistëve të pas sukses jashtë. Jam mjafton besoj. S'ka nevojë më shumë. Faleminderit shumë dëve.